Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në emisionin ton intervist këtu në televizionin Bojin. Sot në emisionin ton intervist kemi kënaqësinë të mirëpresim një talente, një vajzë që me punën, disiplinën dhe pasionin e saj për vallëzimin ka arritur të përfaqësojë me krenari malin e zi në skenat ndërkombëtare të garave të IDOS, Organizatë Internacionale pra e Vallëzimit. Ajo është energjike, kreative dhe plot ambicie, një artiste që shkëlqen jo vetëm në skenë, por edhe jashtë saj. Nora Gjokaj, faleminderit që pranove ftesën e televizionit Bojin për të dhënë një intervistë. Faleminderit juve për ftesë. Atëherë së fundmi keni marrë pjesë në garat që organizohen nga kompania IDO. Çfarë kategorish vallëzimi përfshihen zakonisht në këto gara dhe me cilat prej tyre keni përfaqësuar ju? Pra në garat IDO përfshihen shumë kategori, si për shembull hip hop, show dance, ballet, jazz, acro, e tjera. Ne kemi marrë pjesë me një formation e cila kishte pak më shumë se 20 anëtare dhe me një small group që kishte 7 anëtare dhe morëm pjesë me stilin show dance. Si u bë përgjigjeja e grupit tuaj për të marrë pjesë në këtë kompeticion ndërkombëtar dhe si e priti ekipi juaj lajmin? A ishit të emocionuar? Trajnerja jonë vendosi të marrim pjesë në këto gara sepse kishte shumë besim në ne, duke parë suksesin e mëparshëm të ekipit. Shumë mirë. Atëra mund të na tregoni edhe se në cilat vend dhe në çfarë datash u zhvilluan garët që morët pjesë këtë vit pra? Garat që ne morëm pjesë fillon me datën 17 deri në datën 22 dhe ishin në Milano në Itali. Shumë bukur. Atëherë, a të pëlqen Italia? A keni patur rastin që të vizitoni edhe ndonjë vend përveç garave? Po, kem vizituar Cuomën në qendër, ishte shumë vati bukur. Si u zhvilluan përgatitjet për koreografinë konkurruese? Sa kohë ushtroni ju përpara se të ngjiteni në skenë pra për të performuar? Ne kemi ushtruar për 2 muaj, pothuajse për çdo ditë, për secilën koreografi dhe para se nxitemi në skenë, e bëjmë një provë finale dhe fokusohemi të performojmë sa më mirë. Atëherë mund të na tregosh edhe më shumë rreth konceptit dhe historisë që përcjellin të dyja koreografitë me të cilat u prezantuat. Çfarë mesazhet keni synuar që të përcjellni ju për publikun? Koreografia e formation quhet Cirkus de Mama, e cila tregon jetën e një nënë që duket si një cirkus, duke i balancuar të gjitha gjërat, të gjitha detyrat e saja. Koreografia e small group quhet Science or Animal Abuse dhe tregon historinë e kafshëve në Kafaz. Kostumet tona janë të mbështjellta me fasho dhe gradualisht çdo vajzë e hiq atë fasho dhe e zbulon lëkurën e një kafshës. Atëherë nga të dyja këto koreografi me të cilat keni marrë pjesë, cila për ty ka qenë më e vështira për të interpretuar në skenë? Më e vështira për mua ka qenë small group, sepse aty çdo detaj shihet më shumë se në formation, sepse në formation është fokusi më shumë tek grupi në tërësi. Atëherë, Nora, mund të na tregoni se si ishte ndjesia të ishe pjesë një formacioni kaq të madh me më shumë se 20 performues në skenë? Ndjesia ishte fantastike, të jesh pjesë e një grupi aq të madh, të lejon të mbështetesh njëra tjetrën, fakti që çdo vajzë, çdo njëra ka kontribuar në suksesin e klubit është një ndjesi e veçantë. Si mund ta përshkruash atmosferën gjatë garave duke qenë se merrni pjesë në shumë grupe nga shtete të ndryshme? Ndjesia ishte fantastike, kishte shumë klube të talentuame prej Polonijet, prej Slovenijet, Slovakijet, shumë vende të tjera, por edhe pse ne ishim nga një vend i vogël, performanca jonë na bëri të ndihemi shumë krenare. Nga 36 grupe ndërkombëtare arritët të renditeshit në vendin e 8 dhe të futeshit në gjysmëfinale. Sipas teje, çfarë bëri ekipin tuaj që të spikaste dhe të veçojë mes konkurrentëve me koreografinë e parë? Mendoj se na bëri të veçantë puna e pa lodhur, emocionet që ne i paraqesim në çdo lëvizje dhe lidhja që kemi ne me koreografitë. Në kategorinë small group ju arritët që të fitonit vendin e 4, pra një rezultat shumë i rëndësishëm në një konkurrencë kaq të fortë. Si e përjetuat ju këtë sukses dhe çfarë do të thotë për ju personalisht kjo? Ishte gëzim për ne, sepse tanë puna jonë ishte vlerësuar me vendin e 4.
Atëherë nga e gjithë kjo eksperiencë, cili është momenti që ti nuk do ta harrosh dhe që ka lënë më shumë mbresa tek ti, pra gjatë këtij udhëtimit në gara? Momenti më i paharrueshëm për ne ishte kur e fituam vendin e 4. Mirë, atëherë dhe ne ju urojmë suksese dhe sigurisht që të fitoni edhe çmime tjera. Dhe për së fundi, cilat janë synimet e tua për të ardhmen? A pritet që së shpejti të merrni pjesë në aktivitete apo gara të ndryshme të zhvillohen jo vetëm në Maltezi, por dhe jashtë vendit? Synimi jam për të ardhmen është përmirësohem si valltare dhe të marrim pjesë në garat që vijnë tani, në këtë muaj që po vjen, në Kup, në Podgoricë. Shpresojmë të marrim pjesë edhe në garat në Kroaci që po vijnë. Atëherë unë të falenderoj shumë për intervistën, duke të uruar gjithashtu dhe suksese në rrugtimin tënd, edhe sigurisht të uroj që të vlerësoheni me çmime sa më shumë dhe të na i sillni këtu trofet në Maltezi. Faleminderit që ishe me ne. Faleminderit juve. Shikues të nderuar, faleminderit edhe ju që na ndoqët, së bashku i takohemi në intervistat e radhës. Gentlemen, children of all ages, sit back, relax, and enjoy. It's showtime! My mother has 3 jobs and 100 occupations. She is a doctor that doubles as a nurse to nursing. She's a teacher with all the wisdom of the world to teach you. She's a chef, the best cook in the world. Some days she's a counselor, a therapist, a cleaner, an entertainer.
Thank you for this group. And we continue with number 19 from Slovenia, The Afterlife.